Ministria e Mbrojtjes ka publikuar bilancin e situatës së zjarreve në vend gjatë 24 orëve të fundit, duke njoftuar se janë evidentuar 28 vatra zjarri, ndërsa 5 prej tyre vazhdojnë të jenë aktive. Në operacionet për shuarjen dhe izolimin e flakëve janë angazhuar 64 automjete zjarfikse, 631 forca operacionale, 90 efektiv të forcave të armatosura, 3 helikopter dhe 1 avion Air Tractor i forcës ajrore. Në zonën e Dajtit vazhdo ndërhyrja për shuarjen e zjarrit, ku janë përfshirë forcat e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, administrata e zonave të mbrojtura dhe 50 efektiv të forcave të armatosura. Operacionin mbështetet edhe nga avioni Air Tractor, ndërsa autoritetet bëjnë me dije se flakët nuk përbëjnë rrezik për zonat e banuara. Në fshatrat Riban dhe Ngraçan të bashkisë Mallakastër, situata po përmirësohet fal ndërhyrjes së koordinuar nga toka dhe ajri. Në operacione janë angazhuar forca zjarfikse nga disa bashki, struktura të policisë dhe pushtetit vendor, efektiv të forcave të armatosura, vullnetar, helikopter dhe avioni Air Tractor. Për arsye sigurie, 4 familje janë evakuar përkohësisht. Në qarkun e Elbasanit vijojnë ndërhyrjet në zonat e Shqiponjës, malit të Dardhës dhe fshatit Mjekës. Zjarri në Shqiponjë është vënë në kontroll. Vatra në malin e Dardhës është izoluar, ndërsa në Mjekës po punohet për shuarjen përfundimtare të flakëve. Sipas autoriteteve nuk ka rrezik për banesat. Në Kostren të bashkisë Berat po kryen monitorime dhe kontrolli i terrenit për të shmangur aktivizimin e zjarrit. Ndërkohë në Poçes të Dibrës vatra është shuar plotësisht pas ndërhyrjes së forcave operacionale, edhe zjarret në zonat Stegopull, Selsk dhe Levenisht në qarkun e Gjirokastrës janë neutralizuar dhe vijojnë të monitorohen nga strukturat përgjegjëse. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, deri më tani zjarret kanë përfshirë rreth 34.5 hektar sipërfaqe me barishte, shkurre, pisha dhe pyje të përzjera, ndërkohë vlerësimi i sipërfaqes së dëmtuar nga vatrat ende aktive është në proces.